Çështja e dëmshpërblimeve për banorët e Shkodrës është diskutuar edhe në takimin që kryetaria e Bashkisë Voltana Ademi ka patur më parë me kryeministrin Edi Rama në zyrën e saj. Kryebashkiaja i ka kërkuar që të ketë një VGM tjetër për dhënien e dëmshpërblimeve, por nuk ka gjetur dakordsinë e kreut të qeverisë. Atë që u diskutua, kryeministri u ndal vetëm te zbatimi i vendimit të 842. Insistimi jon ishte ky që ka një vlerësim të realizuar nga komisionet vendore dhe kjo duhet pasohet me një vendim që duhet të dalë për këtë vlerësim për një dëmshpërblim të detyrueshëm nga keshi. Kemi pasur diskutim, nuk kemi rënë dakord. Kryebashkiaja deklaroi se do të përpiqet që qeveria të ndërmarrë një vendim të ri për dëmshpërblimet, duke qenë se tashmë banorët kanë zbardhur listat bashkë me emrat dhe të gjitha dëmet. Çështja e dytë, që është diskutuar edhe në praninë të kryeministrit, lidhet me çështjen e nxjerrjes së një akti tjetër të Këshillit të Ministrave, i cili merr për bazë vlerësimin e kulturave bujqësore, të dameve në bujqësi, të gjitha familjeve, të ndërtesave, të banesave. Duhet të vazhdoj të ndiqet si procedurë dhe si proces për të përmush nga kesh për dëmshpërblimin e munguar në sajt të këtij vlerësimi të realizuar. Bashkia e Shkodër do të iniciojë në bashkëpunim me të gjithë banorët një takim ku të jemi të gjitha palët bashkë, deputetët gjithashtu, të vendosin për një proces për të ndërmarrë nga qeveria për dëmshpërblimin e munguar bazuar në këtë vlerësim të kryer. Problem, tha kryebashkiaja Ademi pas takimit me banorët e përmbytur, është edhe moszbatimi i plotë i VGM-s 842 për dhënien e dëmshpërblimeve. Kemi një vendim të Këshillit të Ministrave të datës 6 dhjetor të vitit 2011, numër 842, që përcakton dëmshpërblimin sipas një vlerësimi të parë. Prej asaj shume janë paguar ndoshta 3 apo 4 këste, duke arritur në një vlerë që akoma nuk përmbush gjithë detyrimin e përcaktuar në vendimin e Këshillit të Ministrave për t'ju paguar. Kjo nuk është realizuar. Kanë kaluar më shumë se 2 vjet deri që nga pagesa e këstit të fundit. Më përpara banorët e përmbytur dhe të padëmshpërblyer kanë zhvilluar dhe protesta, por nuk kanë gjetur një zgjidhje dhe tashmë po provojnë në rrugë institucionale që të përfitojnë atë të drejtë që u takon.